Bismillah. Nëse të pyet dikush ty sot, që është mbrëmje ti po e dëgjon kët, çfarë risku ke përfitu sot? A ke fitu diçka sot? Dikush ka me u përgjigj, ka me thonë po, sot jam qenë sabah kom shku në punë, i kom fitu kaq euro. A tjetër thot e kam biznesin tem edhe në mbrëmje i kom fitu kaq euro. Ne i themi, nëse ti mendon se kur të kam pyetun çfarë risku sot ke fitu, ti e lidh veç me pare, atëherë ti je gabimtar. Ti e paske perceptu riskun shumë gabim. Ti e paske orientu riskun që është shumë i gjanë në diçka që është shumë e ngushtë. Dhe më thonë, ty për ta mirë ka menja që risk është veç parja. Apo je gabim këtu? Këtu je gabim. Risku është shumë i gjanë, ka shumë gjëra më të rëndësishme sa parja vije dikun ka fundi, edhe pse edhe ajo është pjesë e riskut. Ja po t'i përmendoj disa shembuj. Nëse ti ki pare, po s'ki shnet, çka të vynë? Nëse ti sot i ke fitu 100 euro, po i ke hargju të mjeku 200 euro, edhe të ka mec muja, apet nuk je shëru, çka ke përfitu? Kur gjë s'ke përfitu. Nëse ti sot në llogarit namazit tanë, se ke fal namazin, ke shku edhe ke punu të nditjen e ke fitu 50 euro, ti s'ke fitu kur gjë. Se ty t'ka ik diçka më rëndësishme se sa ai 50 euro she. Një risk shumë më i vlefshëm se sa kjo gjë. Risku është imani, është namazi, është buzëqeshja, është shëndeti, është rahatlëku në familje, është siguria në shtet, është mentaliteti, qetësia psiqike, është evladi halalit, është bashortja khejrit që është e sjellshme, e ndershme, e dëgjueshme. është me i pas prind gjallë me ju gjetë afër edhe ata me të buzëqesh ty edhe me të falendëru, me bë dua për ty. Risk është ku dalish në rrugë me u taku me dikan, edhe me ja kry një shërbim, edhe ai me të falendëru. Risk është me shku me fal namazin e sabahit në xhami, me fal sunetin e sabahit në xhami, që është më i rëndësishëm se shumë punë tjera. A din që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sunetin e sabahit? Rak'ata salati al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. 2 reqate sunet sabahit janë më khair se dunjaja dhe çka ka në ta. Pashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin tjetër na ka përmend këto gjëra të rëndësishme në jetën tonë që janë pjesë të riskut, na i kemi, na nuk ja dim vlerën. Kush qohet në sabah, duke qenë i sigurt, domethënë në veten e tij, në familjen e tij, ka risk. Ka risk. Domethënë e ka shnetën, e ka riskun, e ka sigurin, i sigurt. Nuk tutet pe myt kush, pe gitna pon kush, po ndodh një luftë, audhu billah. Ajo është si me pas dunjon edhe çka ka në ta. Si mi u pas dhon dyonja kret. Ama ti thu, jo bre, se filoni ka kjerin më të mirë se ta, po. Ti mundesh kështu me mendu, se i ki këto të mirat që s'jetu ja dit vlerën, a këto janë risk. Ti vetëm i kupton këto të mira, veç atër kur ti humbë, ti e ki kohën e lirë. Ti je qasi personi që tu ka bo bajat, sus po ki qa me bo. A i cili është në burg, a i s'ka kohë të lirë. Edhe a i, ti më thu, jo ajo të nejtë të nditën, unë e di, pa ajo është të nejtë në byllë, a i me kërkan së është të nejtë. Ti e ki mundësin me shku te akrabaja, vizit, në xhami, në punë, me respektu këtë, me vizitu atë, e tjerë, e ki kohën. Ti nuk din me shfridzu, ti e vdes kohën. Ti e humb kohën këtë. Ti e ki këtë risk. Ti e ki riskun e shëndetit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë 2 mirësi, shumica e njerëzve nuk ja dim vlerën veç masi ti humbin. Ku halirë dhe shëndeti, apo shëndeti dhe ku halirë. Na i kemi këto. Na kur i humbim, kur jemi smut, e dim çfarë vlerë ka shneta. Ku veç jam shnash, veç jam mirë. Pra risku është shumë më i madh se sa kjo.
E na çka duhet me ban? Për krejt që të risk që kemi, pa hesab me bollëk, na duhet me falendëru Zotin. Wala in shakartum la azidannakum. Nëse më falendëroni, unë kam ja ushtu. Kështu ka thonë Zoti ju në Kur'an. E tashti, nëse Zoti s'ka dhënë ty miliona, dije që ati që i ka dhënë miliona, baki si ka dhënë familje. Baki e ka një familje të shkapërderdhur. Ai e ka djalin në për spitale të psikiatrisë, ose e ka në për spitale shkaku i drogave. Ai është në gjendje me dhënë krejt pasuninë, s'munët me kthy normalitet familjen. Ai është i përmallu mull me hangër një gjellë ma thjeshtën, ama me antarë të familjes edhe me kesh. Pse ti ja shikon veç makinën e ti? Me i krahasu sprovat, telashët, problemet që ka ai, edhe atë makinën, ti e thu nuk e du makinën e ti, veç t'jam rahat. Stresin që ka ai. Mos mendo që risk është veç rroga cila del ty në gjirologari ose numrat. Risk është Allahu Gjellëshanu ndoshta sot s'ka dhënë pare, po të ka largu një smuje, ka pas me të godit një smuje, ka pas me të godit një fatkeqësi, një ndeshje në komunikacion. Ka ruajt Zoti prej saj, pse nuk ja din shqyrën Allahut? Risku është i çuditshëm, është shumë lloj. Mirë ai i cili e përkufizon veç me pare. Kujdes, mos bjerë në grackën e materialistëve dhe të shejtanit.